fillimisht mbi ekspozitën dhe po ashtu ftesën në lidhje me Karusel de Louvre. Do të thonë ekspozita që do na mbahet në muajin prill, nëse nuk gaboj, dhe është organizuar nga Shoqata Zviseriane Artistike. Po, në prill është një ngjarje e veçantë për mu, është me Shoqatën e Artit këtu në Zvicër, e organizuar nga një shqiptare që jeton këtu, është Valeria Krasniqi, cilën e përshëndes dhe falenderoj për ftesën që ma ka bë. Është një ngjarje e veçantë sepse atje do të prezantoj dy veprat e mia që lidhen direkt me vendin ton. Është i dedikon një vajzës që jeton në Kosovë, që kryesisht është i përkrah bletët, mirët me bletët, me natyrën, është rozi nga Kosova. Dhe jam frymëzuar prej punës që e bën, prej dashurisë që ka me natyrën, jam frymëzuar për mi bë dy vepra për Muzeun Louvre, që do të mbahet në Paris me shoqatën artistike këtu në Zvicër.